ime në këtë zgjedhje në Shqipëri, me që e kam edhe shtetësinë shqiptare, ka mundësi që do t'i shkoj Agronit dhe partisë mundësia, edhe ato për disa arsye. E para, siç mund ta sheni edhe për këtyre ilustrimeve, unë kam qenë mbështetës si Agronit dhe ideve të tij edhe kur ajo shkon veç deputet i PD-s, pra pej vitit 2019 kur ende nuk e kom njohur personalisht Agronin. Agroni ende pa hyrë politik, kur ishte thjesht një biznismen i suksesshëm, është angazhu dhe ka investu personalisht për zbardhjen e krimeve të komunizmit, e që ky gjest i tij mund ka pas bërë shumë për veti. Kjo për mua kalon vazhdimisht përshtypje pozitive. Periudhën e diktatorit Enver Hoxha, unë e konsideroj si periudhën më të errët në historinë e Shqipërisë. Prandaj çdo investim për me hedh dritë mbi ato krime, për mua ka qenë akt heroik, gjë që ka dështu skena politike shqiptare. Me pas edhe si politikan, Agroni u ka qëndru afër pikpamjeve të tij antikomuniste, antimajtiste, duke promovu tregun e lirë edhe të hapun si zgjidhjen e vetme për zhvillimin ekonomik të një vendi tranzicion që është Shqipëria. Partia Demokratike e Sali Berishës vazhdimisht ka belbëzu sa herë që Agroni ka dalë në foltore në kuvend edhe e ka godit me fakte kupolën ekonomike të Shqipërisë, e cila ushqen edhe Ramën edhe Berishën. Tek tuk, në ndonjë media, për megjithatë Agroni ka qenë i vetmi politikan shqiptar që është marrë me monopolet ekonomike në Shqipëri. Kjo për mua është shumë kuptim plotë, posaçërisht kur bëhet nga një politikan i djathtë, i cili e don kapitalizmin, po jo edhe karikaturën e kapitalizmit që shumë shpesh është shfaq në Shqipni, po edhe në Ballkan. Asgjë nuk i ka dëmtuar më shumë vendet në tranzicion, çfarë është Shqipnia, asgjë nuk e ka mbyt më shumë shpresën e qytetarëve të këtyre vendeve, se sa ky model i përqendruar i demokracisë dhe kapitalizmit, çfarë është në rajonin tonë, e prej kësaj logjike nuk ka bë përjashtim as Partia Demokratike. Prandaj unë besoj se vetmja parti e djathtë që konkuron në këto zgjedhje është Partia Mundësia. Unë kam qenë prezent prej tash e deri me 11 maj në Tiranë, Shqipëri, kudo në Shqipëri, me përcjell nga afër këto zgjedhje që duken gjithashtu mjaft interesante, që ka mundësi që bjen monopoli dy partive të mëdha dhe ka me pas nevojë për kompromise edhe koalicione.